Në gjykatën e shkallës së parë në Durrës ka nisur seanca për rivlerësimin e masave të sigurisë që janë dhënë në mungesë 3 ditë më parë për 20 personat e arrestuar për mbetjet e kompanisë Kurum. Nga 33 persona gjithsej që akuzohen për vepra të ndryshme penale, 20 prej tyre janë sot para gjykatës me praninë e avokatëve në lidhje me masën e dhënë. Policia e Durrësit nuk ka mundur të vërë në pranga personat kryesor që janë përgjegjës për trafikimin e mbetjeve të rrezikshme nga porti i Durrësit drejt Tajlandës. Ata janë administratorët e shoqërisë Kurum, si dhe drejtues të kompanisë Sokolaj, e cila ka kryer eksportin e mbetjeve. Ata akuzohen për veprat penale si kontrabandë me mallra të ndaluara, transporti i mbetjeve, menaxhimi i mbetjeve, falsifikimi i tyre, pastrimi i produkteve të veprimtarisë kriminale, kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore si dhe shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për 2816 tonë mbetje të rrezikshme që u nisën me 102 kontenjerë drejt Tajlandës në korrik të vitit 2024, por pas denoncimit nga organizata Rrjeti i Bazelit, anija me 102 kontenjerë u kthye në Durrës. Pas bllokimit prokuroria nisi hetime dhe pas marrjes së 11 mostrave nga kontenjerë të ndryshëm dhe dërgimit të tyre në një laborator të specializuar në Itali, rezultoi se këto mbetje janë në masë të madhe të përbërë nga oksid zinku dhe oksid hekuri, si dhe metale të tjera si kalium, mangan, plumb, kalcium dhe squfur.